Qindra besimtarë ortodoksi janë drejtuar mëngjesin e kësaj të enjte e kishës së Shën Theodorit për të marrë pjesë në meshën e shenjtë. Liturgjia hyjnore me rastin e Krishtlindjeve është drejtuar nga Atë Konstantin Prifti, i cili në mesazhin e tij ka folur për më shumë paqe, shëndet dhe lumturi. Atë Konstantin Prifti ka uruar jo vetëm besimtarët ortodoks, por të gjithë shqiptarët për një vit me më shumë begati, dashuri dhe harmoni në çdo familje. Sot gjithë të krishterët kremtojnë me madhështi ditën e lindjes së Zotit trupore të Zotit ton Jesu Krisht, e atij qoftë lavdia në jetë dhe amin. Në këtë ditë të shenjtë për të gjithë të krishterët, dua t'i uroj gëzuar për shumë vjet Krishtlindjen, edhe qoftë edhe një vit i bekuar për gjithë shqiptarët, vit me paqe, me dashuri, me gëzime, me lumturi në familjet e tyre. Gëzuar për shumë vjet. Faleminderit. Ndërkohë që ishin të shumë besimtarët ortodoks që ndoqën në kishën e Shën Theodorit, lajmërimin e lindjes së Jezu Krishtit orët e para të 25 dhjetorit, të cilët më pas ndezën qirinj në flakët e pishtarit që simbolizon lindjen e Krishtit.